Flavio Fusha nuk do të jetë më pjesë e vllaznisë. Sulmuesi 17 vjeçar, një nga talentët më premtues të Akademisë Kuqeblu, ka mbyllur bashkëpunimin me klubin Shkodran dhe do të vazhdojë karrierën tek Beslidhja, duke hapur një kapitull të ri në rrugëtimin e tij futbollistik. Pavarësisht paraqitjeve të spikatura në grup moshat e vllaznisë dhe me ekipin B, ku është dalluar për vazhdimsinë e golave, pjekurinë në lojë dhe rolin vendimtar në disa takime, Fusha nuk arriti të marrë një mundësi konkrete për t'u afruar me ekipin e parë, edhe pse prej kohësh konsideroi një nga sulmuesit më me perspektivë të brezit të tij, ftesa për t'u stërvitur rregullisht apo për t'u përfshirë në planet e skuadrës A mungoi, çka ndikoi drejt për drejt në vendimin për ndarje. Kjo situatë ka çuar palët drejt një marrëveshjeje për ndërprerjen e bashkëpunimit me sulmuesin që ka zgjedhur Beslidhjen si destinacionin e radhës, një klub ku pritet të ketë më shumë hapësira dhe besim për të shprehur potencialin e tij. Vendimi shihet edhe si një hap strategjik për karrierën e tij, duke synuar minuta të rregullta dhe eksperiencë në futbollin e të rriturve. I gjatë 1.94 metra dhe me profil tipik sulmuesi nënç, Flavio Fusha spikat për forcën fizike, nuhatjen për gol dhe aftësinë për të mbajtur peshën e repartit ofensiv. Tek Beslidhja i pritet të ketë një rol të rëndësishëm, duke u parë si një alternativë serioze në sulm dhe një investim për të ardhmen. Telezhianet Fusha synon të vijojë rritjen e tij sportive dhe të kontribuojë me gola e paraqitje pozitive, me objektivin për të ndihmuar Beslidhjen në garën për ngjitjen në kategorinë e parë. Në të njëjtën kohë, largimi i tij rihap edhe një herë diskutimin mbi mënyrën se si menaxhohen talentet e akademisë tek vllaznia dhe mbi procesin e kalimit të tyre drejt skuadrës A, një temë që vijon të ngjallë debatën në ambientin kuqeblu.